Në Prishtinë kanë filluar punimet konferenca ekonomike nga rrjeti i bizneseve shqiptare, po marrin pjesë afër 1000 biznese vendore e ndërkombëtare. Disa prej tyre prezantuan para mysafirëve prodhimet e tyre. Kishte edhe nga Turqia, Muhamet Sherifi nga Bursa menaxhon rrjetin e bizneseve turke. Faleminderim edhe një herë që keni marrë pjesë edhe ju. Na ofër 25 biznesmena kemi ardhur nga Turqia për më marrë pjesë. Unë jam kryetari i rrjetit për Turqi. Kanë ardhur shumë sektore të ndryshme për Turqisë. Do me njoftu projektat edhe prodhimet e Kosovës për me mujt me shit edhe në për shtetat të ndryshme të Evropës, Turqisë, për nazim. Mundësinë e kemi për me zhvillu biznesat e Kosovës, tokës shqiptare. Ma shumë është për ndërtim të ri, për bujqësi ka kompanije që kanë ardhen, interesimet i kanë për bujqësi me shumica. Ka për prodhime ushqimore, kanë marrë pjesë. Do me thonë, këto 3 sektora, ka dhe automotiv që kanë marrë pjesë do kompanija. 3-4 sektore janë pak ma të rëndësishme në rrjetin global. Po, pa tjetër ka kompanije që edhe interesuan për me investu, ka kompanije që edhe interesuan për produktet e Kosovës, sepse na mundësia nuk e kemi për, ose mendimin nuk e kemi, çka më me shit për Turqisë në Kosovë, për çka më për Kosovës me mujt produktet e Kosovës e produktet e tokës shqiptare për me mujt me shit në për Turqi ose në për tokat të ndryshme. Ofër 1000 persona kanë ardhur, 1000 biznesa kanë ardhur sot këtu. Organizimin kemi bërë të gjithë bashkë, të gjithë kryetarët e shtetave që kanë ardhur, që na kanë ndiru këtu. Zotri Ömer Nurin e kemi kryetar përgjithësi të rrjetit globalit. Falenderojmë edhe ata që për këtë mundësinë na kanë ndihmuar edhe neve.